Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet. Do të flasim sot pikërisht për djalin 25 vjeçar, për Andersonin, i cili muaj më parë ka regjistruar në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur dhe në këtë studio historinë e tij. Dhe teksa ne po bënim gati të lidheshim me nënën e Andersonit, në fakt ky i fundit ka filluar të dalin në rrjetet sociale dhe historinë e tij e bëri publike pikërisht në rrjetet sociale. Për herë të parë historia Andersonit në televizion u bën në studion e emisionit Me Zemër të Hapur dhe ne jemi live si çdo ditë në televizionin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe pa dyshim të dalësh në këtë televizion menjëherë do ketë reagime. Sapo historia e Andersonit u bë publike në News 24, menjëherë pas disa minutash reagoi edhe nëna e tij. Ky e fundit ka treguar një tjetër version nga Andersoni, por vetë personazhi i Andersonit ka sjell komente të shumta në të gjitha rrjetet tona sociale, sepse Andersoni njihet si një djalë i cili është përdorues dhe i madh i rrjetit social TikTok dhe aty del si një personazh shumë negativ. Ne nuk e dim nëse Andersoni është i vërtet ai që del në TikTok, a është ajo jeta e tij reale apo është një jetë tjetër reale të cilën ai e tregoi në News 24. Duke qenë se Andersoni dhe i dashuri i nënës u bën publik dhe hodhën akuza shumë të rënda, fillimisht me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur është lidhur burri i tezës. Por duke qenë se ai nuk përfshihet në historinë e djalit 25 vjeçar, menjëherë ai na vuri në kontakt me nënën e Andersonit dhe kjo e fundit ka bërë një bisedë shumë të gjatë telefonike me mua. Ajo ka treguar një tjetër version, megjithatë ka disa pika takimi me atë çfarë rrëfeu Andersoni. Por kjo zonjë ditën e sotme, që është 48 vjeç, do t'i japi përgjigje jo vetëm djalit të saj, ajo thotë që nuk kam shkëputur kontaktet, asgjë nga çfarë është rrëfyer në studion e emisionit Me Zemër të Hapur nga Andersoni nuk janë të vërteta dhe aq më tepër ajo që ka treguar i dashuri im i cili po shfrytëzon Andersonin. Për më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi në studio me një lidhje të drejtë për drejtë nga Greqia me nënën e Andersonit. Do të mundohemi të lidhemi dhe me tezën, sepse në fund të emisionit të Andersonit ai ka përmendur edhe emrin e një zonje që është tezja dhe ajo ashtu si edhe burri i saj nuk kanë lidhje me këtë histori, por akuzat e Andersonit edhe të dashurit të zonjës na çuan menjëherë tek kjo familje, e cila ka pasur dhe ajo pasojat e veta padyshim. Ndjekim materialin. Në studion e emisionit Me Zemër të Hapur u trajtua historia e një djali i cili prej vitesh përballet me një plagë të thellë familjare dhe emocionale. Ai ka jetuar në Shqipëri me babain e tij duke u përpjekur të ndërtojë jetën i vetëm me punë dhe sakrifica. Në vitin 2015 nëna e tij u largua drejt Greqisë për të punuar, fillimisht e përcjell nga bashorti, që prej asaj kohe marrëdhënia mes prindërve u shkatrua, ndërsa djali mbeti i pa informuar për të vërtetën. Me kalimin e viteve ai mësoi se nëna e tij kishte krijuar disa lidhje të tjera, ishte ndarë dhe rilidhur disa herë, duke lënë familjen në pasiguri dhe dhimbje. Së fundmi vetëm pak javë më para ai zbuloi se nëna e tij është ndarë përfundimisht nga babai, ndërkohë që ishte përfshirë në një tjetër lidhje. Motrat e saj janë bërë pjesë e kësaj historie, duke e mbrojtur dhe duke larguar atë nga djali i saj, i cili sot nuk ka asnjë kontakt me tëmën. Ishte kjo dëshmia e të riut që u transmetua në emisionin Me Zemër të Hapur, por pas transmetimit ka reaguar nëna pas akuzave të rënda dhe dëshmisë tronditëse. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë me mua në studio Sara Demrozi, avokatja jon. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Ju vini nga shoqata Avokatëve Antikorrupsion, detektive privat, me në krye zotin Due Pjetra, themelues edhe i gjykatës së arbitrazhit. Kjo një çështje që në krye të herës e kemi nisur sezonin televiziv të 2026-s pikërisht me historinë e Andersonit. Është një
ngjarje që ne e kemi trajtuar në këtë studio dhe e kemi regjistruar shumë kohë më parë. Megjithatë, Andersoni, Sara po ta jap një shpjegim sepse edhe ju keni qenë pjesë e asaj dite dhe atij emisioni, ashtu siç më kanë ardhur audio ku ai kërcënonte që do të dilte në të gjitha platformat, ashtu bëri, nuk priti që ne të binim në gjurmët e nënës së Andersonit, por doli dhe dha edhe ai një deklarat tjetër vetëm në YouTube, një platformë që me sa duket Andersoni mendon se do t'i sillte përballje me nënën, por ja që të dalësh në News 24 nuk do të thotë të dalësh në YouTube, në TikTok apo në çfarëdo lloj platforme tjetër, sepse televizioni News 24 është edhe televizioni më i madh informativ në vend. Sot ne do dëgjojmë edhe reagimin e nënës Andersonit që na mbriti pak momente pasi ne transmetuam historinë e tij dhe përveç meje ju kanë telefonuar familjar të nënës Andersonit edhe juve, apo jo? Mirë, do rikthehen pas pak tek ty. Në krahun tënd Belinda Mustafa, psikologja jon, përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Çfarë pret nga ky reagim i nënës Andersonit? Se një Anderson që pati shumë kontestime në publik, duke qenë se është ai personi jo i dur, jo i dëshiruar në TikTok. Do doja të dëgjoja edhe të vërtetën e nënës, sepse fundja secili ka të drejtën e historisë të tij të tregojë historinë e tij dhe pres që të justifikoj braktisjen e Andersonit. Më pëlqen shumë edhe strisha që ka dhënë kryeredaktori e emisionit Me zemër të hapur, ku thotë që i riu degradoi figurën e nënës në transmetim të drejtë për drejtë, mbasi ky ka qenë qëllimi i Andersonit. Andersoni ka dërguar disa mesazhe zanore tek të afërmit e tij dhe në njërin prej tyre që është edhe më e rënda dhe nuk mund ta transmetoj ditën e sotme, ka treguar që ai do ta dali, do ta thotë kudo historinë e nënës, por ajo duhet të rikthehet dhe në një farë mënyrë po i bënte shantazh. Lidhem nga ambientet e spitalit, aty ku ndodhet nëna e Andersonit, zonja 48 vjeçare. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje. Në radhë të parë dua të di si është shëndeti yt, pasi ne kemi folur përpara disa ditësh bashk. Ti nuk më the që ndodhesh në spital, ishe shumë euforike edhe nga mënyra se si ke folur, fjalori që ke përdorur, të gjitha akuzat për të dashurin tënd, edhe për djalin tënd, vetëm mbrëmjen e kaluar ishte kunati, por edhe ju që më deklaruat që jeni në spital. Si është gjendja jote shëndetësore? Gjendja ime shëndetësore, sa vetë e përkeqësohet, nuk është aq mirë. Tani të shoh. Çfarë ka ndodhur me ty? Ka të bëj pikërisht me Andersonin, me problemet që ke? Kanë luajtur ato një faktor që ti je shtruar sot në spital? Po, shumë faktor, jo një faktor. Unë tani na i po thon po flas për djalin. Atëherë, si e përjetove ti daljen e Andersonit në studion e emisionit Me zemër të hapur, se reaguat me njerë edhe ju, edhe kunati juaj. Ai ka deklaruar në këtë studio një histori braktisjeje që nga mosha 8 vjeç. Kush është e vërteta, zonjë? Po. E vërteta është që në moshën 8 vjeçe djalin unë s'bet fjalë që ta kem lënë. Edhe unë kur kam ikur, djalin e kam lënë 18 vjeç, sepse ahera i lejohej në 18 lap lejohet që fëmia të vijë në Greqi. Po? Po para sa të vinte këtu në Greqi, një vit më përpara, më erdhi, do të qëndroj 3-4 ditë, shumë mirë kaluam, iku. Mbas 18 vjeçe, kur mbushi 18 lap, më thot mua që do më marrësh në Greqi, thot se unë me babi nuk rridot, thot sepse ki pi, thot. Po? E mirë, në rregull, i themu dëgjoj, vërtet do vish, i themu të keqer mami, i themu, po do punosh, i thom. Pa pun, i them, nuk jeton tot këtu në Greqi, jo këtu në Greqi, po më zdove që të vesh, dhe në Shqipëri, nuk pa pun, harroje që të jetosh. E mirë, më thot mua, e marrë herën e parë, edhe i gjeta një punë. Ai që ka në Kroatje, nuk e di në është apo jo, i gjeti punë. Edhe i gjeti punë, e mirë, filloj ditën e parë, ditën e ditë, filloj të fshehej. Pronari ishte tek dera e shtëpisë, ai kishte mbritur derën edhe nuk po dilte. Nuk po dilte. E merr pronari atë të zotin që është atje në krah, i thot po, ai nuk ma hap. Po nuk e di, i thot ki. Nuk e di, thot që s'ta hap.
Nëjse, e mbajta nuk mos gënjej, e mbajta 15 ditë, 20 ditë, një muaj nuk e di, edhe tërgova prapë në Shqipëri. I thash ti nuk punon, unë së mbaj dot, unë jam e sëmur, me ilaçe, me të tëra. Edhe, me noqa, e shpora në Shqipëri. Në Shqipëri sa vinte edhe ki dite më kish filluar TikTok-u, nuk e filloj këtu që erdi tek mua, për kish filluar ku që me babajnë. Po? Unë i flisja, i bëja 3-4 herë ditën, ai nuk më dëgjonte, ai të njëjtën. I thosja, këtë mami, na kjo dërqjo, s'ke pun të dalësh në TikTok, e në TikTok dalën ata që janë pa pun, budalenj, si të them unë. Jo, zonj, nuk dalin vetëm personat të tjerë. Jo, të lutem, sepse ky rrjet social TikTok përdoret edhe për arsye shumë të mira. Po, të thash dhe unë, janë që dalë me shkollë, dalë në trazuar. Edhe, ki nuk më mbajti vesh. Po? Nuk më mbajti vesh, edhe më thonë më pratë që, jo, më mërë në telefon djali, më thotë mua, unë do vi me domosdo se unë nuk rridot me babin. Do me thënë harriti, sa babajnë e shkuri polici. Pse e qoj në polici babajnë? Djali, sepse aji i bërtiste, për një gjithë të drejtë. I bërtiste aji, nuk është se aji si bërtiste, të thonë një gjithë të vërtet, se atë se kam këtu po aji i bërtiste, ki po të njëjtë një gjë. Po? Nuk e mban të vesh. Edhe një ditë, prej ditë si që më thot djali se unë nuk jesh atje, më thot djali që para se ta financonte, unë nuk dhja gjëfare për këtë që vajti ta denanconte që shkute. Po, kër fut në që e muar policia këtë që e futin në burë, më merë djali më thot mua, o mama më ishtë në burë. Përse i themu, e denancova unë. Po përse e denancove, po se ja më mori në pas që të më vriste. I thashu, se që e mami ke për shumë gabim, i thashu. Në atë moment, kishë në shtëpi që kemi fola ditë, ka qënë dhe vëllai i ish burri. Edhe a i thosh tani në i vëllai e qonte se e kisha vënë djalin, po unë faktu nuk dhja gjë, që këtë e denancuan. E mirë, ngrije me marë avokatin tim, i thëmë avokatit që këtu i themu, ka futur atë në burg, i themu, po sa njore më pari, i themu që të bëjmë të qka. I kam tërguar avokatit 520 euro. Të lutem, në këtë kohë, ti ishe e ndarë nga babaja Andersonit? Jo, s'kam qenë ndaru. S'keni qenë ndarë. Sa vjeç ishte Andersoni në këtë moment që shkoi dhe kallëzoi në polici babajnë e ti? Ka qenë 18 vjeç e lartë. Mos ta thëmë saktësi që s'mbaj më, po 18 vjeç e lartë. 18, 19, kaq. 18 në këtë ka qenë. 18, po? Po. Edhe mirë, bërja ato të ti avukati, po? Që lekët, që ka dalur djali e thot që baban e futi në burg, në asë një mëni se unë po të që, unë keq kaloja me babajnë, unë e denancoja dhe atje kur jesha, përso ta denancoja kur edhe në Greqi, nuk është e vërtet kjo, që unë kam denancuar babajnë, në rast parë. Po. Edhe unë kretë avokati bëri rregullat e nxori babajnë. Po. Më thot mua ki që unë nuk rrit do të me bati, thot aman po deshe merëm, se unë do punoj, unë do bëj. Të ndalojmë pak këtu, në këtë moment, ju thatë që paguat një avokat, i keni quar dhe eurot nga Greqia, ndërkohë nuk ishe ndarë me babajnë e Andersonit, dhe Andersoni ishte diku 18 ose pak më shumë se sa 18. Do doja të dija diçka, në gjithë këtë vorbull, denoncime, kallëzime, burgosje të babajt e Andersonit, ti ke mbajtur kraun e ish burit tënd, apo jo? Tani ishte një trill, të lutem, zonjë. Atër, ishte një trill i Andersonit për të burgosur babajin, apo ky fundit diçka të birit i kishte bërë? Pra, kush e kishte faj në këtë mes? Dëgjo, djali im ka një gjë, ta them. Djali im, do me thënë, trëmet kollaj, si të ta shpjegoj. Edhe në atë moment kur ki ka folur, ki i shtrëmu, se ai që kupinte dhe rakti, e kupto. Jo që kupinte pinte. Pra, e ka kërcënuar, e ka qëlluar, qëfar ka bërë ky zotri? Unë nuk jesha atje, po si që më thaj që më mori me tabash, ka gjema më një farë vëndi. Si që më thaj, si më deklaron djali, se unë nuk jesha atje. Po në një farë mënyre, në qofë se është kështu, si që thot Andersoni, por nuk i di qëfar provash edhe faktesh ka pasur gjykata, prokuroria apo policia, ti pas ke mbrojtur një dhunues të djalit tënd.
Se nuk mund të dërgosh para të paguash avokat dhe të nxirrësh nga burgu një person i cili ka rrezikuar jetën e fëmijës tënd, zonjë, por dhe të fëmijës së tij. Dëgjoj një çik. Ai nuk është për shkak se e preku, se po ta kish prekur, po do ish edhe unë nuk jesha në kundërshtim që të më vriste djalin, se sa jesha unë djalin nuk ma vriste sepse kam qenë unë atje. Të lutem, nuk po flasim vetëm për prekje fizike. Se edhe tentativa për vrasje, si që shpjegon ti, apo për kanosje është një dhunë psikologjike e cila edhe kjo dënohet, po njësoj si dhuna fizike. Pra, të bëjmë pak serios këtu. Po. Mirë, dëgjo, ai të thëmë ingjëqërisht, ai fliste, tani unë nuk e di se si ishtë ndodhur ai pira apo i papir, nuk e di, këtë nuk ta thëmë saksi se nuk e di, po ai kur do veri fliste për atë, vërtet ishte pianet që nuk kam. Mirë, ndalojmë pak tu, sa kohë kishe ti që ishte larguar për një jetë më të mirë, se zakonisht në Shqipëri mësojmë që burrat emigrojnë, por në rastin tuaj ti ke qenë grua, ke emigruar për të mirën e familjes tënde. Sa kohë kishe ti, sa vite kishe që kishe ikë nga familja? Unë nuk kisha, ahere kam qenë një vit e gjysëm. Një vit e gjysëm që ishe larguar. Pra, Andersonin ti... Nuk e di saksisht, po ka. Pra, Andersonin ti në një llogari të thjeshtë dhe pas ke lënë pak më shumë se 16 vjeç. Po, ishte 17 vjeç, ma unë të thash. 17 vjeç. Ka qenë një mas djali, unë nuk të bëjë. Sepse ai tregon që herën e parë që ju keni ikur në Greqi, e keni bërë me ece jake, ai ka qenë vetëm 8 vjeç dhe është rritur vetëm nga babai. Sa ka qenë? 8 vjeç, paktën si ka deklaruar në emisionin e parë. Ndoshta ka dashur të thotë 18, por që ka thënë 8 vjeç. Nuk e di ma se ka dashur të thotë 18, po jo s'ka qenë 8. Do me thënë, unë ka marrë në vitin 2018 në fund të 10 orë. Pakti me babajnë e Andersonit që ti të shkoje dhe të punoje në Greqi, si ishte që të shkoje ti fillimisht dhe këta do vinin pas teje? Jo, unë shkova të ikja me 3 mujore. Po? Ikjat via. Në qoftë se unë po të bëja dhe dokumentat, e kisha fitinirja dhe këta. Po? Po, për momentin u ikja që të vija me 3 mujore, sepse unë nuk kisha në atjamaja kur burri nuk më sillte leku në shtëpi. E qartë. Nuk më sillte leku në shtëpi edhe vendosa tani, edhe punë s'kesha dhe ta papu, vendosa që u hapën to rrugët që të vejnë të punojnë për plaka edhe i thash dhe unë burit këtu i thashu, në rregull sa ai mori atë të zirës si shta ka thënë djali. Kur undave ti nga babai i Andersonit, pas ngjarjes që ndodhi me lekët që ti i dërgove avokatit dhe ai u la i lirë? Unë jam mbas 2-3 vjetë. Mbas 2-3 vitesh je ndarë. Po. Çfarë nuk shkoi në këtë marrëdhënie? Pra ti nga largësia, nga puna jote në Greqi, çfarë kuptove? Këtë marrëdhënie unë ai po të njëjtën gjë. Do më japësh lek, do më bësh, do më dërgosh shaqe, do më dërgosh kaqë, si ta thuash, prap edhe djali si shtë sa nuk ndihej mirë me babajnë, sepse kishtë drejt, sepse ai që 24 orë non stop i pirë. Dhe si e përjetonte Andersoni, si e përjetoi Andersoni ndarjen tuaj? Ka qenë pro kësaj ndarje? Dëgjo, djali nuk ja kish dhe qefi që unë të ndahesha me atë, po unë e pashke që nuk kisha në atja maja, durim s'kesha më gjë. A luajti rol familja jote, motrat, bashortët e tyre, një përmbesa, prindër në marrjen e këtij vendimi, jo? Jo, asnjë. I ka marrë vetë ato unë vendimet. Asnjë, nuk dua të më trazojë njerëzit fare se djali e di shumë mirë, se si kam shkuar me babain. Mirë, unë të falenderoj vetëm për këtë pjesë të parë, do japim një hapësirë të shkurtër publicitare, ti vazhdo qëndro në lidhje telefonike se do flasim për jetën tënde në Greqi, pasi akuzat e Andersonit në emisionin e parë ka qenë të shumta për partnerët që ti mund të kesh pasur në jetën tënde dhe kjo është e rëndë, ta thotë djali nënës, por njëkohësisht së bashku me Andersonin, unë kam pasur edhe të dashurin të që ai ka hedhur akuzat të tjera në lidhje me seriozitetin që ai ka pasur në marrëdhënie me ty, por ti nuk je treguar serioze në lidhje për ta finalizuar këtë lidhje dhe për tu kurorzuar me zotrin. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë dhe të tretë të këtij emisioni.
Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt pas hapësirës së parë publicitare lidhe me nënën e Andersonit. Zonjë, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Atëherë, unë e thash edhe teksa mbyllëm pjesën e parë përpara publicitetit, djali juaj ka treguar një jetë të vështirë që ti ke bërë në Greqi, ke ndryshuar disa partnerë duke tradhtuar babain e tij dhe unë do doja të dija. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Po. E qartë. Mirë, të të bëj edhe disa pyetje për Andersonin dhe pastaj do dalim tek i dashuri yt i fundit, tek zotria që doli vetëm me zë dhe jo me figurë në emisionin ku Andersoni ishte bërë bashkë me të. Çfarë ka ndodhur në jetën e Andersonit? Sepse është një personazh që komentohet shumë kur ai del, edhe në rrjetet e tij sociale, ka disa prova të pakundërshtueshme për jetën e tij, për një dhunë fizike dhe seksuale që ai ndoshta ka psuar. Ju jeni në dieni për këtë? Jo, për dhunë seksuale, jo, nuk është e vërtet për atë. Po e ke dëgjuar dhe videon që ai doli prap, edhe sa që mua më dolu 3-4 veta sa, edhe më thanë sa që thuaj kështu, që unë filani, mos të them. E kuptoj, mos flasim me emra, po. Pra, ti nuk, tani, nuk është e vërtet se ai nuk i ka psuar këto dhe gënjen publikisht, apo ti si nën nuk je në dieni, se këto janë dy gjëra krejt të ndryshme. Më kupton se çfarë të them. I kishin dalë 3-4 veta, siç më tha djali. Po? I kishin dalë 3-4 veta dhe i thonë ata thuaj kështu. Qartë. Kam bërë. Atere, të lutem. Edhe Kina Afrika, po? E tha, por ndoshta nuk ka ndodhur, thua ti. Jo, s'ka ndodhur. Qartë. Se kam djalin aty lloj gjërave. Mirë, sa jetove ti me djalin në Greqi? Sa kohë? Se ti shërbeje tek një zonjë moshuar dhe rrije 24/7 tek kjo zonjë, apo jo? Po. Nuk ishe një shtëpi tënden. Andersoni erdhi? Unë shtëpia time ishte ajo që rrinte djalja, kuja ishte? Po, kush e paguante? E pagoje ti? Po, e pagoja unë. Po Andersoni çfarë bënte? Po Andersoni çfarë bënte? Rrinte? Andersoni punonte? Nuk vinte në pahir i jetë më vitin e funit. Po? A 2 vjet më përpara kështu, që i jetën që të vinte tek një pulari në punë atje nga Çkarkim, me zor mund të vinte 3-4 ditë, në muaj 10 ditë, 15 ditë. Do me thotë të tëra i ka bërë 4 muaj punë. Qartë. Që ju dhe zotria që ishte me Andersonin në emisionin e kaluar, keni pasur një lidhje, ma ke pohuar vetë, por e pohon edhe zotria. Sa ko kishe që ishe në lidhje me zotrin? Me atë zotrin kisha njohje kështu thjesht në mënyrë shoqërore. Kam patur, në mënyrë shoqërore. Sepse dhe ai nuk e di të dalet të thot ato të vetat. A kishit një raport intim me të? Më falë që të pyes. Qa? Kishit një raport intim me të? Më falë që të pyes. Intim? Raport intim. Pra, ishit të dashur përveç se shoqërore? Më pas, si që lidha me të, ai, si që më thosh që flas me atë, flas me këtë, nuk e di se çfarë më katrali moste, unë më sa veja e ftohesha prej ti, nuk e di, më pas tanaj më sa që kam bërë dorëheqje në ato, më thosh mua, nuk e di sa budallë që Pra, ai kishte disa raporte intime me zonja të tjera dhe këtë gjë ja u thoshte juve. Nuk e di, zonja me intime, akse intime nuk e di se çfarë kish, po më thosh që aneje këte, më në fu pas tanaj, u lidha, edhe kam për shumë gabim që jam lidhur, po njeri u njihet në mbas rrugës që ecën. Kur thua u lidhëm, rinit në një banes me të? Jo, unë jesha 24 orë të plaka, si do rria në një banes. Sa ko pas lidhjes ti ja tregove Andersonit, sepse zotria tha që ti nuk ja tregoje kur djalit tënd këtë lidhje që kishe? Unë tani ja kam treguar ka mbushur vitin as ka mbushur, nuk e ditë mos të tregoj. Pra, ishte zotria që të detyrojë t'ja tregoje djalit tënd, sa ai ashtu tha. Djali diç kuptonte djali që djali ishte në një moshë madhore, po unë nuk ja tregoja për arsye sepse ai më preke edhe më nevrikoste, po. Atëherë, po, të ndalojmë pak te ky moment. Çfarë nuk shkoi në këtë raportin tuaj se zotria tha, unë nisa një lidhje me zonjën për ta bërë atë
të krijonim një familje bashk, ta finalizonim në celebrim dhe ishit ju që refuzonit gjithçka. Jo, ta thëmuna. Kam patur lidhje me të, edhe kemi vajtur vjet në shtator, e kam bërë unë që ai ka bërë një hapje thjesht. Një hapje, edhe atë, edhe e bëri të që më zinte gojën mua. Më kupton. Zonjë, të të pyes sot, ti je me dokumenta të rregullta në Greqi? Jo, e bëri atë që të më zinte gojën mua, atë hapjen. Edhe ishte puna kështu. Më thosh mua që një që djali në Shqipëri, thosh, që të përfundojnë bashkë. I thosh ja unë asë një mënirë, unë djali nuk e njek, se unë një fill kam. Po si ka mundësi që ta ka thënë atyre dhe sot ata të dy janë bashkë? Pra ti nuk je, ti ke ikur, në një farë mënyre i arratisur nga ata të dy dhe e pranon publikisht këtë gjë. Sa publikisht, përse e u arratisa unë? Jo, tani arsyen do ma thoni ju, por ti e pranon që je arratisur në një farë mënyre. Nuk është arratisja jo. U i kam me mirë kuptim. A ke ikur me mirë kuptim? Mirë. Kur kam ikur, jo me mirë kuptim, po a i bënte tregun. A i zotëria, që ka djali atje bënte tregun. Edhe unë e prisja atë ditë që a i të vinte të bënte tregun, se unë kisha ngelur pa punë, edhe më sa hajde dhe ti 3-4 ditë. Po. Vajta 3-4 ditë, e më në punë nuk më dha dhe lekët, të t'jap sot, të t'jap nesër, edhe nuk mi dha lekët. Unë e pas që ki nuk reagonte, ki reagonte në mënyrë zhvatjeje, edhe me erdi ki. Me erdi në shtëpi, i thëmu, do vemi të bëjmë tregun tani, i themu në stja. Ki si që erdi, nuk erdi të më drejtoj mua, po ju drejtua djalit në një mënyrë kundra mua. Këto kundrat qenë dhe më përpara, nuk është të qenë atë natë. Qenë dhe më përpara këto kundrat, do me thënë e bënd të djalin që na ditë andi të më urejtë. Pra, ju ishit bashkë dhe shkuat tek Andersoni? Jo, erdi a i më gjeti të nesme në mëngjes. Qartë. Jesot e djali unë. Pra, ndalojmë pak të zojmë për t'i bërë një analizë dhe për të kuptuar se çfarë po deklaron në këtë studio. Më thej që për çështjen e parave u ndave nga babai i Andersonit, sepse ai të shfrytëzonte vazhdimisht duke të kërkuar lek të një pune dhe të një djerse që ti kishe kontribuar në Greqi dhe punoje shumë edhe në Shqipëri. Por ai ti merrte të gjitha paratë dhe nuk punonte. Po kështu më rezulton dhe ky partner i fundit i yti, që ai përveç se shiste fruta perime, nuk kontribonte të ty nga ana financiare, po të shfrytëzonte ty së bashku me Andersonin nga ana financiare. Jo. Në ana financiare, që sepse ai vinte në sa supermarkete që i mirte të lira, edhe ja i djalit të shtrëjt. Sa herë djali më kishte patur vjellje për ato që i mirte, ato janë skaduara, ato që i nxjerrën atje janë skaduara. Edhe ki i mirte lirë, edhe ja i të shtrënë djalit. Zonjë, në emisionin e kaluar, ti e akuzuar edhe nga Andersoni dhe nga zotria, që ti atyre i ke marrë para dhe në një farë mënyre ja ke marrë fshehurazi. Çfarë do të thotë që ja ke vjedhur sipas tyre? Po, në rast të parë, kanë lënë që ti jap djalit lek edhe t'ja vjedh, se ajo në rast të parë ishte shtëpia ime, si ka mundësi një nën të vjedh shtëpinë e saj edhe djalin e saj. Këtë kush mund ta bëj këtë? As më thua. Kthemu mua, as më thua kush mund ta bëj. Unë atë ditë që kam ikur, i kam lënë djalit 3.000 euro. I e kam lënë për dokumentat, se i thosha ai zotëria që do të bëj dokumentat, edhe ai e mashtronte, jo po do t'i bëjë dokumentat. Ai sa herë më thosh mua që unë do lajmëroj policinë për djalin tënd, sepse ai djalin do të përfundonte me mua që unë të punoja për ato, t'i bleja shtëpi, t'i bleja prokopita ndaja gjallë, sepse ai është invalid. Në rregull. Pra, kush është invalid? Edhe njëherë, kush të mbaj atë unë edhe të zhdukja djalin tim në Shqipëri. Të lutem, zotëria është invalid? Zotëria është invalid. Pra, merr një pension invaliditeti nga Greqia? Po. Po si ka mundësi që ai punën e tij të përditshme ishte shitja e frutave dhe perimeve në çdo provincë të Greqisë? Po ja thuaj ti. Jo, nuk kam se si e them, po ta bëj pyetje. Të jesh invalid, të marrësh pension invaliditeti dhe të bësh edhe një punë të tillë? A e bënte apo jo këtë punë? Po të pyes ty zonjë. E bënte punën e shitjes së frutave dhe perimeve? Të cilat i thua i merrte nga supermarketi të skaduara me një çmim super të lirë dhe ja jepte djalit tënd, si ka mundësi? Tani ai i shiste vetë fruta perimet. Pse duhet i blente në supermarket? I shiste vetë ai, pa nuk i prodhonte vetë.
i nisen atë tjerët. Dakord, pra, po edhe të jepte fruta perime të skaduara djalit tënd, kjo është kriminale, e qëllimshme. Po, i nise lidhe ishte të shtrejt. Po. Pastaj në ato momente, pastaj e pash që djali kishte vjella e kështu edhe velja ja bëja vetë shonja pastaj. Shonisja. Tani, e mban mend ditën e fundit që e larguar? U kam ikur në fund të nëntorit. Sa ka qenë ora? Sepse ato tregojnë një version të tyre. Ka qenë ditë, ka qenë natë? Ka qenë ora 2 i drekës. Se një gjithëm se 2, nuk i baj saktësisht, sepse kanë hallet të tjera në kurisht, po ka qenë drek. I lajmërove që po ikën dhe nuk do kthesh, apo more çantën edhe u largove dhe ata nuk të gjetën dot më? Jo, unë ika nuk ika për djalin, unë ika për atë, zotërin atje, sepse ai ma bëri jetën të vështirë, bëri djalin kundra mua që djalin të më gjithë dhe të më vriste. Zoj, ma trego pak momentin që u largove, i thej që po iki? Po, unë ta thaze pak më përpara, ti nuk erdi të më drejtoj mua, po ju drejtoj djalit në një mënyrë në fjalët më të ashtusura për mua, edhe i thosh djalit që kjo nuk do të bëj dokumenta, se më ka thënë mua këtu, djalit të këvej në Shqipëri, që në asë një mënyrë, që mua, që unë nuk e di, thoshja, ore sahat për dokumenta për djalë, dhe që saj nuk ishte Po, e qartë, në momentin që ike, Zoj, në momentin që ike, ku shkove? Po. Se ato të akuzuan që ke edhe një të dashur tjetër. Jo, s'kisha të dashur, jo. Nuk ishe atere, por ke tani besoj të dashur. Jo. Nuk e. Me gjitha të, ajo është jeta ime e nuk i duhet. Jo, pa tjetër dhe pa diskutim. Unë që i ka në aji nuk japë shumë logari, aji të shikoj jetën e ti, edhe unë jetën time, aji e marrë një më të mirë, e unë e marrë që një më të likë në aji. Ose mund të me... Atere, Zonjë, të jemi të sinqert... Po, Zonjë, të jeshe sinqert me Andersonin dhe me djalin. Ne bashkë kemi folur shumë gjatë. Unë kam një bisedë telefonike me ty mbi 20 minuta. Dhe dua të tregohem transparente me publikun tim, por dhe me Andersonin, për të kuptuar ku gënjen Andersoni, çfarë problemesh ke pasur me të dashurin, kush është mënyra se si ti ke hikur, pse akuzat e Andersonit dhe të atij zotris janë që ju keni përvetësuar disa para, pra në gjuhën popullore i keni vjedhur, por në bisedën... Zotris. Atëherë, edhe zotris edhe djalit, më lër ta përfundoj, por mua më ke pohuar që ti e ke një të dashur dhe shumë mirë bën që e ke. Por në këtë transmetim po e mohon. Po të duash, unë një pjesë të asaj bisede, mund të nxjerr dhe ta kuptojmë të dyja bashkë, në qoftë se ti e ke këtë lidhje apo jo. Është e drejta jote. Ke plotësisht të drejtë. Më ke thënë që mund ta bësh një lidhje? Dhe mund të kem të thash. Jo. A ke ti një lidhje dhe the po e kam një lidhje? Jo, nuk e pse jep llogari, por duhet të jesh transparente me djalin, i cili së bashku me partnerin, ish partnerin tënd, të akuzojnë që ti ke ikur me një zotri. Dhe ti këtë gjë ma ke pohuar. Gjithsesi, nëse do ta mohosh, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë kam ikur me li, dhe kam qëndruar dinet në Janin, kam qëndruar dinet sepse unë gatrova në prerjen e biletës, e kam qëndruar mu të repet në sa në pas urbaneve atje, suaj ati zotëris, e kam ikur dhe zatur në shtëpia. Ku ke shkuar më pas, deri në momentin që sot je në spital, ku ke shkuar më pas, sepse Andersoni thotë që ti ke shkëputur marrëdhëniet me të. Me djalin pse duhet i shkëputësh marrëdhëniet? Jo, unë nuk i kam shkëputur, se unë flas me mesazhe, e mora dhe një dizajn, edhe ai më kundërvu në fjalët më të ashtusura, më të me kërcënime. Mirë, Zonjë, kë fajson ti për këtë Andersonin i cili ofendon nënën, kërcënon nënën, kë fajson se ti e nëna? Po. Aq edukat ka marrë, atë model në familje ka pasur, si nga ju, si nga babai, si nga jeta e vështirë që ai ka bërë. Na mua s'ka patur model, sepse e ka mbajtur të drejtë për këtë, e ka mbajtur gjema më 23 vjeç sa është Alina, edhe vërtet s'kam qenë model për atë unë. Ato mi ka hedhur poshtë, po mua mi di tjetër kush, nuk ka nevoja. Po
Të gjitha ato që thot djali nuk janë të vërteta, moj zonjë. Nise, në disa pika ju bashkoheni në rrëfimin e Andersonit edhe tuajën, por motivet janë të ndryshme. Andersoni ka bërë një analizë të tij si djalë, ti bën një analizën tënde si nën. Nuk të ka pasur model, më vjen keq që ta thash në mënyrë të drejtë për drejtë, por jam mësuar të jem transparente dhe e di sa e vështirë është. Unë nuk ju hedh fajin vetëm juve, sepse Andersoni ka pasur 2 prindër dhe në edukimin e një fëmije merr pjesë si babai ashtu edhe nëna. Atë model babai ka pasur, atë model nëne ka pasur. Babai mund të ketë qenë më afër ose më larg, ju keni qenë më larg se sa e pohuat që keni qenë në Greqi, sepse më the, unë kam kontakte me Andersonin, por ai është gjithmonë agresiv ndaj teje. A i ke menduar ashtu siç po merr ti ndihmë mjekësore sot dhe ndodhesh në spital në kushte shumë të vështira? A mundet që edhe Andersoni të ketë nevojë për një ndihmë mjekësore ndoshta? Djali im, të them të drejtën, djali im është herë e parë që ka dalur sot edhe më shan mua edhe njerëzit e mi brez pas brezit. I lutem shumë thuaj djalit të mos të më dalë më të shaj mua edhe njerëzit e mi brez pas brezit, sepse ai ka atë në krah që e mëson që ka dalur e ka thënë për mua na më të ndryshmet. Mos ta gjejmë fajin tek të tretë të cilët sapo kanë hyrë në jetën tuaj. Atëherë ti bëre mirë që the dhe ju drejtove Andersonit. Andersoni në qoftë se shan dhe është një njeri problematik në TikTok, siç thon teleshikuesit dhe komentet e shumta që kanë ardhur ke ne, të lutem, e kupton që Andersoni ka nevojë për ndihmë mjekësore? Po nuk ka nevojë të vej të mjekohet. Siç del atje në TikTok të vej të mjekohet. Po kush duhet ta bëj këtë gjë? Zonjë, kush duhet ta bëj këtë gjë? E di ti që njerëz që kanë probleme të tilla nuk e pranojnë kurrë dhe nuk shkojnë kurrë vetëm pa ndihmën e familjarëve, kush më shumë se sa nëna duhet i japi ndihmë Andersonit? Nuk e di, të vej në Shqipëri, ta marr babai, ta shpjer tek psikologu ku ta shpjer edhe. Po. Atëre, jemi pikërisht tek një përgjigje që ju e doni me do e mos nga studio emisionit Me Zemër të Hapur, duke thënë që Andersoni në qoftë se ka nevojë për ndihmë të specializuar, të shkojnë në Shqipëri tek babai. Po. Pyetja ime është e thjeshtë, zonjë. Ju si nën çfarë duhet bëni? Çfarë duhet bësh ti në Greqi? Në qoftë se e dërgoni tek babai, i cili pin nga mëngjesi deri në darkë, i cili është dhunues psikologjik, se treguat ndoshta po ta kishte arritur kur ai ishte 18 vjeç, mundet që kallëzimi që bëri Andersoni mund të kishte edhe pasoja të tjera, po ju si nën çfarë bëni në Greqi? Ai të vej në Shqipëri, në qoftë zotërin e babain, të gjej babain një shtëpi me qira. A nuk e di se s'do bëj, e të rriveç babait. Po pse moj t'ja gjej babai dhe nëna shtëpin me qira? Ai është 25 vjeç dhe mund të punoj. Çështja është që ai kërkon ndihmë të specializuar. Dhe këtyre personave duhet i rri afër si nëna, si babai, edhe si farefisi. I ndonjë afëru, sa nuk kam më ku të vej. Nuk mundem më, tani na ju kërkoj që të më rrin afër. Atëre, zonja Rosela. Se jam e sëmur për vete. Zonjë, më dëgjon? Kush është detyra e një nëne? Vetëm të lindi dhe të rrisi deri 18 vjeç fëmin, sepse unë e di që nëna apo edhe babai, prindrit në përgjithësi, detyra e tyre nis që në momentin e marrjes së lajmit të shtatzanis dhe deri në momentin që ne mbyllim syt. Që ne mbyllim syt, po kur nuk ke kushtet me se ta ndihmosh, unë s'kam me se ta ndihmosh. Ne nuk themi për ndihmë monetare, zonjë. Mos e kthe në këtë mënyrë. Unë të thash që ti rish afër emocionalisht. Po, unë afër i ri, e marrë në telefon, a i më shanë. Zonjë, sa kilometra larg jeni nga njëri tjetri? Po, të shanë sepse do atë ndihmën që ju thash. Ti po merr një ndihmë mjekësore. Këtë ndihmë duhet ja japësh edhe djalit tënd. Këtë po themi. Ndihmën le ta marr, të vej, është i rritur. Për gjëna sa më kreu dhe mua ati, a i di gjërat se si funksionojnë të vej, të marrë një të vej të një psikologo, t'i thot, çfarë do t'i jap, do t'i bëj edhe, se ajo është. Gjithsesi, për mendimin tim, ai nuk ka nevojë vetëm për ndihmën e një psikologu. Ai ka nevojë edhe për ndihmën e ndonjë specialisti apo një shtrimi në spital, ashtu siç jeni dhe ju, zonjë. Dhe po nuk e bët ju. Jo, se e ka me mua ai. Ai e ka vetëm me mua, nuk e ka me asnjë. Jo, në moshën 18 vjeçe e kishte edhe me babain.
mos e harro këtë gjë, se e thatë pak më përpara. Pra i ka me prindrit, me modelin që ti e pranove vetë, nuk ka pasur kur. Po sepse ai pinte raki, ndaja, edhe unë se kisha raportin të mirë me babajnë, sepse ai pinte, s'keshe me kësqaroheshe. Mirë zonjë, unë shpresoj të më kish kuptuar, unë jo më kot në këtë studio kam edhe avokate edhe psikologe, për të bërë ty të reflektosh si nën dhe të kuptosh se kush është gjendja e Andersonit dhe çfarë. Kam reflektuar zonjë, unë pra të kam qenë nën hero, pa ai nuk ma diti. Pa dyshim që ti mund të kesh qenë ajo nëna hero, por kemi një Anderson që si e shpjegon ti, shumë problematik. Dhe këtë problematik që Andersoni ka, ne do ta marrim në analizë për ta bërë një Anderson më të mirë. Por na duhet edhe ndihma jote si nën. Ndihma unë e kam ndihmuar, s'kam. Jo, kur flasim për ndihmë, zonjë, kur flasim për ndihmë, zonjë, zonjë, mund ta shërosh kokën tënde, se po nuk që ti e shëndetshme. Jo, koka ime nuk shëroj se më kanë thënë për operacion. Mirë, unë të uroj shërim sa më të shpejt. Ndoshta ti do jesh e aftë fizikisht, mbas operacionit të jesh një nën e cila do kujdeset për djalin emocionalisht, zonjë. Nuk po themi vetëm nga ana monetare. Po i qëndrove afër një fëmije, apo kujt do qoftë. I qëndrojnë se unë e marr, po ai më shan. Po pikërisht pra që mos arritë të shaj, jepi një ndihmë të specializuar. Këtë po të themi. Mirë, dalim në hapësirën e dytë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit për të folur dhe për të dhënë mendimin avokatja edhe psikologja. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, në këtë pjesë të fundit të tretë, për të folur me dy specialistët tona. Do ta filloj fillimisht me Belën, me Belindën, me psikologen tonë, e cila në fakt nuk ka qenë prezent në emisionin e parë, por figura e Andersonit nuk është e panjohur për ty, si edhe për shumicën e shqiptarëve, të cilët në momentin ku, se ai ka një jetë virtuale, që del në TikTok edhe është ai personi kontestuar nga publiku, unë e kuptoj, por ndërkohë është edhe ky personi që ka një histori të tij personale, dhe historia e tij personale përputhet në mënyrë 100% me atë të nënës, pavarësisht nga dy këndvështrime të ndryshme. Tani, mund të më thuash pak pse është i kontestuar kaq shumë Andersoni dhe a ja kupton ti këto dy realitetet virtuale dhe reale, pse kemi një Anderson kaq shumë problematik? Në thonjza, se? Po, patjetër, problematik në thonjza, sepse përderisa nuk sjell problematika për shoqërinë ku ndodhet, nuk ka pse të quhet problematik, por për familjen e tij mund të quhet. Në qoftë se do të flasim për Andersonin, Andersoni prej vitesh është bërë një figurë e rrjeteve sociale dhe është qarta si një person që i pëlqen vëmendja. Pra, ai ka dalë shpesh në emisione të tjera ku nuk ka folur për jetën e tij dhe historinë e tij me prindrit. Shiko, daljet në për emisione, se duhet të tregojmë pak transparent, unë e thash, ai ka gjetur jo dalje në për televizione, në për emisione serioze, por në për platforma, YouTube, TikToku, duhet ta themi këtë gjë, sepse rrëfimin e kësaj nëne, ne po e dëgjojmë dhe reagimin e saj e kemi pasur vetëm se Andersoni zgjodhi të dali në News 24 në emisionin Me Zemër të Hapur. Për te i modestis, por ky është realiteti. Për te i modestis, a i zgjodhi ju. Jo, a i ka zgjedhur shumë. Po. Por historia e jetës është bërë dhe është problemet me nënën a i ka treguar këtu. Dhe prandaj nëna sot për herë të parë reagon. Shiko, Andersoni është një figurë kryesore ndër ato figurat në thonjza të shëmtuara që mban TikToku. Nuk do doja ta quaja të tillë sepse është një djalë shumë i ri në moshë për të rënë pre e këtyre rrjeteve sociale dhe çfarë përmbajtjes atyre që ai flet. Shiko, nëna, atëherë, Bela, se shikoj që e ke shumë vështirë për ta komentuar sa më drejt këtë historinë e Andersonit. Ti e njeh shumë mirë historinë e tij. Madje ai ka treguar ndoshta për dhunë seksuale
Janë video të cilat... Janë video të cilat nëna në një farë mënyre thotë që nuk janë realiteti që ai ka përjetuar, por janë persona të cilët e kanë shfrytzuar në rrjetin social në TikTok rrëfimin e Andersonit. Pra e kanë shfrytzuar Andersonin të trillojë të tilla histori. Sido që të jetë qofshin ato trilluara apo jo, ndikimi emocional që ndron tek Andersoni. Pra, pas këtij bullizmi kibernetik, sepse ka ndodhur një bullizëm goxha i madh prej vitesh në kundrejt Andersonit, mund të ketë ndodhur që Andersoni të ketë pasur edhe të ketë krijuar devianca emocionale. Këto devianca emocionale shprehin mungesë kontrolli të impulsit emocional, pra në rrjetet sociale ai shpërthen dhe fillon dhe shan vërtet. Më pas kemi ndjesitë. Këto e bëjnë shumë persona në TikTok, ë? Unë po marr Andersonin i cili ka një histori nga mbrapa, që mund të justifikojmë dhe sjelljen e tij. Ti çfarë beson? Është si rezultati i bullizmit kibernetik apo janë realitetet dhe copza realiteti të cilat ai ka treguar? Unë shpresoj shumë që të mos jenë copsa të realitetit. Se ti bëri një krahasim të dyjave dhe the si kështu dhe ashtu pasojat janë të njëjta. Janë të njëjta. Pra shumë e rëndë edhe kjo trilli, shumë e rëndë edhe ta ke shpërjetuar. Ti çfarë beson? Unë shpresoj shumë që ato copëzat mos jenë të vërteta. Sepse do ishin akoma dhe një ngarkesë akoma dhe më e madhe emocionale për të. Shiko, Andersonin, sado që kanë kontestuar daljen e tij në emisionin Me zemër të hapur dhe e kanë paragjykuar në thonjza, po aq shumë edhe e mbështesin kur ai del dhe bën ato skena që ti i numrove në TikTok. Pra, edhe publiku është një lloj hipokrizie që kur del në një emision, unë i falenderoj që më ndjekin, që tregojnë historinë e jetës tënde, por nuk të kryqëzojnë për sjelljen që ti shfaq. Jo, pse ndjek në TikTok? Kur ti je i pakënaqur si publik për ta ndjekur në rrjetet sociale dhe pastaj thua pse erdhi dhe tregoi ai së bashku me të dashurin e nënës se çfarë i ka ndodhur. Ajo është një drejt personale. Në momentin që ty të del në televizion ti mund të shtypësh telekomandën dhe ta heqësh, në të njëjtën mënyrë qëndron edhe në rrjetet sociale. Ti mund të bësh scroll dhe ta heqësh. Nuk e pse i e kaq hipokrit, ku në momentin që ai të del ty në një platformë sociale. Sa i sinqert u duk rrëfimin nënës dhe në disa momente unë mundova për t'ia sqaruar, sepse duket sikur nëna i ka një lloj shfaqësimi. Shiko. Që nuk e bëra unë të tillë Andersonin, që Andersoni është i tillë, por në një moment edhe e pranoj. Ato modele ka pasur. Por më tepër i fokusohet tek modeli babait, pavarësisht se djali është shumë herë më i lidhur edhe me nënën. Dhe sa e rëndësishme është figura e babait, po aq e rëndësishme është edhe figura e nënës. Figura e babait është goxha e rëndësishme në jetën e Andersonit sepse ka luajtur një rol goxha të madh. Ai ka qëndruar për vite me radhë vetëm me babain e tij. Një baba i alkoolizuar. Dhe zonja prap thot, nëse ka nevojë për ndihmë ta çojmë ke babain në Shqipëri. Kjo është absurde. Pra, do heq komplet ti heq përgjegjësinë prindërore, një djalë 25 vjeç që është shumë i aftë të dalë në jetë dhe të punojë vetë dhe ja çon babait që është i alkoolizuar dhe dhunues, ku qëndron prindërimi i koherente zonja. Shiko, zonja fokusohet dhe thotë është një 25 vjeç, është individ i shkëputur nga unë dhe çdo gjë ndihmën e saj nuk e shet në aspektin emocional, e shet në ato ekonomik. Ne nuk po themi ta ndihmoj ekonomikisht. Pikërisht. Andersoni ka nevojë për një ndihmë të madhe mbështetëse dhe emocionale. Ai nuk mund të qëndrojë në këtë lloj gjendje, sepse të dali dhe të denigrojë nënën e tij. Unë nuk jam askush që ta gjykoj, por këto gjëra duhet të fliten mes njëri tjetrit, sepse mungon komunikimi, nëna ishte larguar dhe nuk ishte komunikuar kur Andersoni doli në këtë studio. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për fëmijën. Shiko, pse dy persona të ndryshëm, njëri është djali dhe tjetri është i dashuri. Tregojnë të njëjtin version, që ato para na u përvetësuan. Dhe zonja thotë që unë nuk kam ikur në një mënyrë e pranoj arratisjen e saj. Pastaj tha, unë i lajmërova. Që është arratisur, më falni, ajo është arratisur, sepse nuk ke kontakt me personat që ti ke jetuar. Djali jo del
në një televizion dhe thot mua më ka braktisur nëna, më ka braktisur që Tani, a quhet braktisje apo jo? Kam humbur kontaktet, mund të thoshte. Kam humbur kontaktet, po. Por braktisje nuk mund të quhet në moshën 25 vjeçare. 25 vjeçare nuk quhet, por e marrim të më qenë fjalin që djali ka thënë. Sepse duam apo s'duam ne, djali që ndron në një stad diete që ka nevojë. A mund të qenë Andersoni në intervistën dhe në emisionin e parë manipuluar nga i dashuri i nënës? Pak e vështirë për ta thënë, por përderisa Andersoni sipas nënës është një person që friksohet lehtë, mundet edhe të ketë ndodhur kjo situatë, që edhe mund të jetë manipuluar. Por që fakti që historitë janë pak a shumë të njëjta, bashkohen gjithmonë në një pikë, por ndjesitë edhe mënyra se si ata e tregojnë është ndryshe, është personale, më vjen të mendoj që nuk besoj se ka qenë manipuluar. Shiko, ka edhe pika ndarje shumë të fuqishme tek arsyetimi i largimit, se mënyrën e largimit e tregojnë të dy njësoj. Po. Në një farë mënyrë njësoj, në një farë mënyrë. Por arsyet e këtij lloji largimi ose marrja atyre parave, se zonja e pranoi në një farë mënyrë, por thotë ka marr paratë e mia. Dhe nuk më ktheu një përgjigje për paratë e Andersonit që thotë edhe mua më kanë marrë ato para. Gjithsesi, nuk është çështja këtu se ato do ta zgjidhin një distyre. Çështja është se zotëria tha që unë do ta ndjekë këtë çështje edhe në mënyrë ligjore. Nëse e mbani mend nga emisioni i parë. Po kështu edhe nëna e Andersonit, edhe familjarët e saj, kunati, emrat të cilët janë përmendur në emisionin e parë, thanë ne do ta ndjekim nga ana ligjore, që të jemi transparente, pastaj le të vendosi institucionet greke se kush ka të drejtë nga palët apo jo. Por ndalojmë pak këtu. E rëndësishme është që këtu ka një të vërtet, që është ikja një zonje në mënyrën e saj dhe që i biri e kërkon në këtë studio. Duket që i biri ka një varësi emocionale ndaj nënës, sepse në moshën 25 vjeç ti shumë mirë mund të kishte dalë. Ka një lloj të drejtë se prej vitesh nëna i ka munguar. Ka qenë gjithmonë në distancë. Ka qenë gjithmonë në distancë, pavarësisht se ajo është munduar, siç e dëgjuam, që ta mbajë afër me periudha kohore të shkurtra, qofshin ato. Bela, unë zonjë se kam bërë dhe një pyetje në telefonat, doja t'ja bëja dhe tani ju lutem regjia ma vendosni pak zonjën. Zonjë, më dëgjon? Zonjë, më dëgjon? Atëherë, do dëshiroja të bëja një pyetje. Je në gjendje të flasër, se shikoj që bisedon me dikë aty pranë teje. Kam probleme. Bela, e përfundojmë dhe pastaj lidhe me zonjën, po? Po thosha që sido që të jetë situata, djali ka një varësi emocionale ndaj nënës, është e kuptueshme për faktin sepse është ndjeri braktisur kur ka pasur më shumë nevojë për të në periudhën e adoleshencës, por mënyra se si ai e kërkon tani nuk është është pak agresive, është pak e dhunshme. Është agresive, e dhunshme, sepse mënyra dhe modeli i tij është i tillë, por nuk mendoj se e kërkon për një varësi ekonomike. Ja, ta pyes pak zonjën. Zonjë, më dëgjon? Po, dëgjoj. Atëherë, do dëshiroja të bëja një pyetje. Në momentin që ti je larguar për në Greqi, thej që unë u largova me mirëkuptimin e bashortit, filloi dhe procesi i divorcit më vonë etj etj. Dhe më the që burri gjithmonë më ka shfrytzuar nga ana ekonomike, kërkonte para nga unë, pinte nga mëngjesi deri në darkë. Të bëj një pyetje, këtë Andersonin, këtë djalin tënd, që e mbajte 9 muaj në barkë, që i ke përkushtuar çdo moment edhe çdo sekond, pse e le me një njerëz të tillë në Shqipëri? Po ku ta shpia? Ta merje me vete. Ta merje me vete. Ta merje me vete, zonjë. Po ti ke... Më falë, ti ke familjarë të cilët kanë jetuar për shumë vite në Greqi. Mund ta lije edhe me ta. Po, mund ta lije edhe me ta. Mund ta merje me vete. Ka plot zonja të moshuara, zotrinj të moshuar në shtetin grek, që pranojnë gra edhe me fëmijë me vete. Unë, ai më shumë ka vajtur te prindrit e mi, nuk ka qëndruar me babaj. Dakord, por prapë nënën dhe babaj nuk ta zëvendëson as gjyshi dhe as gjyshja. Sado që ata janë të domosdoshëm në jetën tonë, këtë figurë nuk ta zëvendëson dot askush, sepse edhe në këto momente që ti pranon dhe ne pranojmë dhe kemi vënë re dhe audienca që ai ka nevojë për ndihmë emocionale, për ndihmë spitalore ndoshta, për ndihmë mjekësore, ti prapë më thua të shkojnë në Shqipëri
dhe ta ndihmojnë jati. Edhe kjo është e pa kuptim, ajo çfarë ne tham. Mirë, dëgjoj pak. Po? Në qoftë se nuk e do, ti gjen një shtëpi me qira, po nuk është çështja se nuk e do babai. Ai nuk duhet rri me babain. Ai nuk mund të rri dot sepse ai ka qenë kërcënues ndaj tij. Ka përdorur një dhunë psikologjike, e tham. Po, praktikisht do ti gjen një shtëpi me qira, edhe ti jeton vetëm. Shtëpi me qira dhe djali është në një gjendje goxha të rëndë për të qëndruar vetëm. Po pra, nuk duhet të qëndroj vetëm, thot psikologja. Është në gjendje shumë të rëndë për të mos qëndruar vetëm. Atë që po bëni dashuri yt, ishi dashuri yt, duhet ta bësh ti që je nëna. Vetëm kaq na kupto. I dashurim nuk ka punë të djalim. Ata bashkë janë gjatë gjithë kohës. Po përderisa po e mban në shtëpi, zonjë. Po e ndihmon me dokumenta. Po tregoni hipokrite ndaj një personi që po ndihmon djalin tuaj pa asnjë lloj përfitimi. Gjeta tani e ka mbajtur me lekë të mia. I dashuri e ka mbajtur me lekë të mia, jo me lekë të tia. Po nuk po flasim o zonjë se ti çdo problem e kalon tek ana financiare. Nuk po flasim që po e mban nga ana financiare. Po flasim që po e mban nga ana emocionale. Pra ai në darkë kur kthehet në shtëpi nuk rri vetëm, rri me këtë zotëri. Kluzëm se kemi parë dhe Andersoni kur ka qëndruar vetëm. Po, nuk e kupton zonja dhe nuk kam çfarë bëj. Atëherë, Sara, të lutem, merre fjalën se jam drejt fundit dhe më duhet një shpjegim ligjor i yti, por duke bërë edhe pyetjet e nevojshme zonjës. Patjetër. Madje doja të theksoja që më kanë kontaktuar jashtë emisionit familjarët e zonjës, duke treguar që Kunati. Pra, persona periferik në këtë ngjarje, duhet ta theksoj këtë gjë. Kunati duke thënë që zonja, se s'dua të hyj shumë në detaje, por zonja ka pas qenë e dhunuar fizikisht nga partneri që ka pasur, edhe nga po ashtu Andersoni. I dashuri, po, edhe Andersoni, të vërtetën nuk e dim, po pse nuk kanë shkuar në polici për të marrë ndërmbrojtje? Pikërisht edhe kërkuan kontaktin me zyrën në Greqi, me të cilën kemi marrëdhënie dhe normalisht që i dhash kontaktin sepse unë nuk jam gjykata edhe do të dëgjohen të gjitha palët dhe pastaj organet kompetente marrin vendimin e tyre nëse pra, çështja mund shkoj dhe mund të përkeqësohet për Andersonin. Por derisa familjarët e zonjës dhe zonja është drejtuar në zyrë ligjore në Greqi dhe thuhet që është e dhunuar nga ana e djalit dhe nga ana e të dashurit, atëherë këtë Andersoni kështu treguan, pastaj unë nuk e di nëse zonja i ka ndërmarrë këto hapa apo jo. Problemet, kështu i bie. Tani këto i din zonja nëse do t'i tregoj apo do t'i mbaj vetë sepse janë të dhëna sigurisht që ndoshta nuk do t'i Zonjë më dëgjon? Kunati juaj ka pohuar jashtë kamerave tek avokatja Sara Demrozi që i dashuri yt dhe Andersoni djali juaj ju kanë dhunuar. Po, e vërtet është. Na ka dhunuar edhe sidomos psikologjika. Keni prova, keni fakte, keni kërkuar urdhër mbrojtje në policinë greke? Jo. Po i faktoni këto gjëra? Nuk kam kërkuar sepse ai është djali im. Që tani unë s'kam kërkuar. Por do ta kërkoni sepse zyra avokatore që përfaqësohet në Shqipëri nga Sara ka një filial edhe në Greqi dhe Kunati yt e ka kontaktuar I kanë marrë kontaktet. Pastaj nëse do e ndërmarrin hapat apo jo, kjo është zgjedhja e tyre. Po kontaktet ai kanë marrë. Patjetër kanë biseduar. Fakti që ndoshta kanë marrë kontaktet, do të thotë që kanë marrë kontaktet, kishin nevojë për një avokat në Janin sepse ndodheshin në Janin. Po kjo është çështja e tyre. Tani ndodhemi në pikën ku kemi një nën edhe një djalë që kanë dy tregime diametralikisht të kundërta. Pra, kemi nënën që nuk do të merret me pak fjalë me djalin e saj sepse ka arritur një moshë, është 25 vjeç, edhe nuk do më që të ketë këtë përgjegjësi. Ndërsa për sa i përket djalit, ai kërkon akoma nënën, por njëkohësisht shkon edhe denigron në TikTok, pra kemi shumë variante. Jo më larg se sot isha në një takim për sigurinë digjitale të të rinjve në Shqipëri, edhe u theksua për gjatë takimit që në Shqipëri nuk ka një kulturë digjitale. Pra, në platformat siç janë TikTok, Discord, Instagram Live, të gjitha këto përdoren dhe keq përdoren më saktë nga të rinjt, krijohet ky algoritëm që më shumë të provokosh, më shumë shikime merr, më shumë vëmendje tërheq, edhe kjo i krijon të gjithë të rinjve situata për të cilët kanë vazhduar edhe në gjykatë. Duke qenë në këtë pikë,
jemi duke folur për një kod të ri, për një listë të ri që të monitorojë algoritmet në mënyrë më të rreptë dhe më të sigurt për të rinjt në Shqipëri, sepse rastet e Andersonit, më vjen keq për Andersonin, por nuk janë për platformën e TikTokut, janë për psikolog, janë për avokat, janë për institucione që të merren në masat në mënyrë private. Zonja të ti ke dëgjuar të dyja variantet, Sara? Po, unë i shëndroj variantit të parë. Varianti i parë ka qenë, dhe kam thënë këtu në studio, që Andersoni është produkti i prindërve të vetë. Një. Po edhe zonja e pranoj sot? Një. Po pa tjetër, një. Po si mos ta pranoj, se janë faktet, tani nuk mund të më hojë çfarë të shohë. Nga një anë thot, unë jam nëna heroin. Nga një anë tjetër i kam bërë të gjitha, dhe nga një anë tjetër, po zonjë këtë drejt, por ky ka qenë modeli i prindërimit tonë. Por është produkti i një babai që është pianec, që konsumon alkool, sepse vete kanë deklaruar, ka vajtur edhe në polici me sa duket, është produkti i një nëne që sado është munduar që të mbaj familjen, nuk e ka arritur dot, ka ikur në Greqi dhe siç thash herën e fundit e them edhe sot që nuk ka dashmë të merret me jetën që ka lënë pas dhe e ka vërtetuar edhe sot duke thënë që Andersoni të shkojë te jati i tij, t'i marrin shtëpi me qira, duke i lidhur çdo problem me problemin ekonomik. Fatkeqësisht, kur je i varfër, çdo problem edhe emocional lidhet me gjendjen ekonomike. Edhe kjo, edhe kur arrin të fitosh një gjendje ekonomike normale, vazhdon të jetë problemi, sepse zonja ka përmendur vetëm problemet ekonomike, vazhdimisht. Jo për t'i nënvlerësuar, sepse janë problemet parsorë, por që mbeten shenjë. Mbeten shenjë dhe vazhdon me këtë linjë që t'i marrë shtëpi me qira, të vazhdoj. Andersoni nuk ka nevojë këtë. Andersoni ka nevojë për drejtim, për një prindër të përgjegjshëm që ta drejtoj, ta mësoj, edhe se është 25 vjeç, presupozohet që të ketë mësuar në këtë moshë, fatkeqësisht nuk ka ndodhur për 1, 2, 3 arsye, ka nevojë për rekuperim. Nëse kemi një paaftësi emocionale të Andersonit. Po. Atëherë nga ana ligjore, çfarë i duhet atij? Dhe kush është e drejta e kësaj nëne, por edhe babait, mos e përjashtojmë këtë gjë, për të kujdesur për djalin 25 vjeç. Tani djali është në moshë mallore. Po, kështu që paaftësi emocionale që do t'i duhet të ketë një rehabilitim, ndoshta edhe spitalor, pse jo? Ky rehabilitimi do të bëhet nga psikologu në rrallë të parë, pastaj nëse do duhet psikiatrë, e do vazhdojnë me analizat e tyre dhe me vlerësimet e tyre të gjendjes psikologjike. Që persona të tillë nuk thotë ne nuk kemi asgjë dhe nuk kemi nevojë për ndihmë. Kush duhet ja japi? Pra, kush ka një detyrim ligjor ndaj këtij fëmie, i cili nuk është në gjendje. Babai se ka, nënën se ka, jeton me një njerëz i cili edhe mund ta manipulojë. Edhe mundet. Këtë duhet të them që nuk është në momentin që kërkohet ndihmë do jepet ndihma. Pa u kërkuar ndihmë nuk jepet ndihma. Këtë dua të them. Pa u kërkuar ndihma, dhe ndihma vjen nga njerëzit e tu të gjakut, nëna, babai dhe gjithkusht tjetër. Unë e kam thënë, ai nuk e ka një rrjet suporti. Madje herën e fundit thash që i dashuri se më vjen edhe habiti them i dashuri se janë 48 vjeç, po herën e fundit e thirrën partneri, një herku. E ka ndihmuar deri sot. Sepse ai emocionalisht. Ai tregoi një version që ishin pranë finalizimit të celebrimit. Që ne këtu nuk e dim të vërtetën. Zonja thotë që unë kam pasur thjesht një raport intim me zotrin. Prandaj do ta quajmë dashur, si ti themi. Ne këtu të vërtetën nuk e dim. Okej, se duhet ta mbyll Sara. Prandaj këtë duhet të vërtetën nuk e dim, por ti je me versionin e parë. Unë jam akoma me versionin e parë. Shkon tek Andersoni dhe tek zotria. Por që vërteta është diku në mes. Pastaj palët e çdo linjë historie shkon atje tek personi dhe sjellja e tij. Çdo linjë historie. Çdo linjë historie përfundon me personin që po flasim. Okej, ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio. Përpara se të falenderoj zonjën, zonjë më dëgjon? Po. Unë të uroj një shërim sa më të shpejt, një operacion sa më të mbar, një rikuperim shumë të shpejt që t'jesh e zonja fillimisht për veten tënde, pastaj dhe për djalin tënd, që ka nevojë shumë për ty. Atëherë, a mundesh zonjë ti bësh një apel Andersonit nga kjo studio? Çfarë do t'i thoje po ta kishe përballë? Më falni, nuk të dëgjova. Çfarë do t'i thoje Andersonit po ta kishe përballë? Çfarë do t'i thoja? Mos ta maj vesh atë jorgun që ka atje. Mos ta dëgjoj shumë ish të dashurin tënd. Po. Tjetër? Po. Mos ta dëgjoj se mua më ka nën, sa i bën e mu nuk i bën e tas një, sa e dua ose doj njeri. Kaq.
kaq. Mirë, Unë do t'i them që unë e dua, e kam pja. Faleminderit, zonjë. Faleminderit që qëndrove ka gjatë me ne. Po? Dhe i them që po deshi të tërheq dorë se na punë e Jorgos do t'a pi dhe ai. Mirë, të falenderoj. Ai do ta marrë mesazhin tënd dhe unë shpresoj të ketë një reflektim nga ana e tij, por i duhet një ndihmë emocionale, pra të ketë dikë afër për të shpëtuar ndoshta edhe nga këto që ju thatë. Bashkë ndajemi këtu, duke falenderuar zonjën dhe gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24. Bashkë takohemi në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.